Toni ju afrua ngadalë, me një buzëqeshje që i dilte vetvetiu, sikur momenti po e thërriste vetë. Benita po qëndronte në mes të dhomës, me fustanin që i lëvizte lehtë sa herë që merrte frymë. Dritat e shtëpisë binin mbi të budh, duke i dhënë gjithë hapësirës një ndjesë qetësie, sikur koha ishte ndalur vetëm për ata të dy. Mos më merr në krah, i tha Benita me një të qeshur të lehtë, më shumë si një lutje e ëmbël se sa si refuzim. Jam me fustan. Por Toni nuk u ndal. Në sytë e tij kishte një vendosmëri të qetë, jo kokfortësi, por dëshirë për ta jetuar momentin pa frikë nga fjalët apo kamerat, pa u shqetësuar se kush po shite. Me një lëvizje të natyrshme, e mori Benitën në krah. Ajo u befasua për një çast, pastaj instinktivisht i vendosi dorën rreth qafës së tij, sikur trupi i saj e kishte pranuar zgjedhjen përpara mendjes. Shtëpia u mbush me të qeshura. Hapat e Tonit kumbonin lehtë në dy sheme, ndërsa ai e sillte Benitën nëpër korridore, dhomë pas dhome, si të ishte një botë e vogël ku ekzistonin vetëm ata. Banorët e tjerë i shikonin me buzëqeshje, disa me habi, disa me ngrohtësi, sepse ajo që po ndodhte nuk ishte thjesht një gjest, ishte një çast lumturie i pastër, i papërpunuar. Benita fillimisht protestoi me zë të ulët, por pastaj u dorëzua. Mbështeti kokën në supin e Tonit dhe mbylli sytë për pak sekonda. Në atë afërsi kishte siguri, kishte qetësi, kishte diçka që nuk shpjegohej me fjalë. Fustani i saj lëkundej lehtë dhe ajo ndjeu sikur po barthej jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht, larg dyshimeve, larg tensioneve, larg gjithçkaje që rëndonte. Toni nuk tha asgjë. Heshtja e tij ishte e mbushur me kuptim. Ai e dinte që ky moment do të mbetej gjatë, ndoshta jo si kujtim i madh, por si ndjesi. Ajo ndjesi e rrallë kur dy njerëz përputhen në një çast të vetëm dhe gjithçka tjetër humbet rëndësinë. Kur më në fund e uli në tokë, Benita e pa drejt në sy. Nuk kishte nevojë për falënderim, as për shpjegim. Një buzëqeshje e vogël mjaftoi. Shtëpia vazhdoi.